E dini që sonde ju jeni me fat. Jeni me fat sepse edhe ju tri jeni me fat, jo vetëm të ndoshurën. Okej? Sepse këtu në mes jush keni është për cilin duhet falënderuar Këshilli i Bashkisë i Rubikut dhe Bashkia e Rubikut, gjithë komuniteti i Rubikut, që ja kushton njërit prej bijve të tij. Pse them bijve të tij? Sepse Gjoka nuk është thjesht biri i Zajsit dhe i Selidës ku ka lindur, po është edhe biri i Rubikut, sepse ka kaluar një jetë të tërë këtu në Rubik dhe i ka dhënë shumë kulturës Rubikut dhe kulturës së Mirditës. Prej këtu, muza e tij ka shkuar shumë më lart për të bërë muza e kryuze mbar shqiptar. Dhe sot po vini re, në të gjithë hapësirën mbar shqiptare, tekstet e Gjokbezit këndohen, kërcehen gjithandej. Nga Kosova në Çamri, nga Tuzi në Malzi dhe në Maqedoni. Ndaj, është fat për ne që e kemi krenarinë e Mirditës. Do ta fillojmë me një këngë për Mirditën, sepse kështu e kemi ndërtuar, jo thjesht si një ceremonial dekorimi, me një këngë që vjen nga Front Pride. Këngë për Mirditën. Ne jemi rritur me poezitë e Gjokbezit. Çdo shqiptar është rritur me poezitë e Gjokbezit. Ndaj besoj që
sot salla do t'i përjetoj mrekullisht në recitimin e vajzave që kemi marrë nga gjimnazi Rëshet. Beta. Thuaj vetes ec. Nuk bën të ndalesh te caku pa cak, ndërsa ende nuk u shafit muzgu. Dielli është kur do herë pak dhe më larg se qëllimi. Kur nuk lasdron zbaraniku, banon fluturimi. Thuaj vetes ec, për të qenë i lirë gjithmonë, për të qenë më i pasur se je, për të qenë i ëmbël si mjalti, me kusht që të mos përlyesh me ëmbëlsitë e panevojshme. Thuaj vetes ec, për të mbërritur të njeriu fisnik, që kur të nje të thot faleminderit, ndërsa kur po shuhesh të lutet mos ik. Nuk bën të ndalesh, ani pse rrugët janë ende pak për të shkuar te krejt të shtrenjtët, për të ardhur nga krejt të largëtit, apo kanë të shkuar krejt të padrejtët. Kemi shumë përtesë brenda vetës, kemi shumë padrejtësi në mes. Bëje Zot ëndër përtesën, edhe për t'i thënë vetes ec. Kur edhe një këmbë e shpirtit të tremb, mos lakmo qalimin e tretur. Shkopi i pleqërisë, kur dëherë më tremb, me ngjaz vjen për të vjedhur vite që kanë vetur, udhëlargët që s'ke shkelur, qëllimet që s'ke prekur. Thuaj vetes ec, jo vetëm për të thënë, harrohen hapa që hedh, vlen hapa që ti ke lënë. La vendinja e Gjok Pezo. Gjok, do doja që të dëgjoje një zë selite. Tani. Oltjana. Fqinja e ndaluar. Afrova. Vëlloj dhunës rrjedh kopshën tash mira vjet. Dhe një kokë e prerë gruaje nuk ka liri. Një dorë e prerë poeti nuk ka liri. Dy miq që si besojnë shoqit nuk ka liri. Një pellush i zi me të cilin plakesh e vdes nuk ka liri. Kur mbetesh libër i pa lexuar, nuk ke liri. Ulëri në kupët të qiellit dhe vetveten dëgjoj si janë kohe, se përroj i dhunës përmbyt me lehtë barakat të internuarve pa mëkat. E me trungjet që shpërndane mbledh, burgjet e zemrave njerëzore i përgjat. Kulla ime ka qenë jeta ime e dënuar. Kulla ime e ka pas vazhdimisht zgjuar ujkun e vet. Ai e ka lëpirë e ka fshuar. E ka lëpirë e ka fshuar. Pa mundur kur se si ta çmetur prej. Dhe vazhdoj të besoj si liria i ka sytë prej poeti. Aty marrin ca ëndra që raktisën e bëhen qiell. Në një barakë të mbytur në ujrat e qytetit, pa kush e dinte se ronte në diell. Një diell i fshehur që gatuan të llaçi poezi, që shfaqej në rrugë e duhej të mbyllim sy të përballë, që donte libra e po t'i jepnim nga padisnin, e llaçbërës përfundonim për një fjalë. Fqinja ime e dikush me musine të kalari, dielli i ditës së vet, hëna e natës, më pa thënë se sytë e liridashësve pikojnë në flakë, si pisha të ndezura mbi gjirin e rozatës. Fqinja e ndaluar, as brigjet e lumit nuk ka në liri pa urat. Ndërkohë, brenda dhe jashtë të t'i dheu të kafshuar, mermeri është njeri që qesh me diktatura. Nga njëra vetmi, në tjetrën vetmi, thonë se iku gruaja në të lushpëzi. Ndoshta për të mos qenë kokë e prerë gruaje. Ndoshta për të mos qenë dorë e prerë poeti. Ndoshta për të mos qenë dasë më ujku. Vërtet iku, apo mbeti? Sot ka disidenca falso, për fat keq, për 22 vitesh. Kjo ka qenë vërtet një nga disidentët e cila ka jetuar
në Mirdit për disa vite, dhe që Mirdita i ka një borxh të madh, sepse s'paku do të ketë një rrugë Mirdit për këtë grua martire të jashtëzakonshme. Por ajo që më mbetet shumë në mendje gjok, është fakti i thënjes, nuk e di sa vlen dhe sot. 1 kilogram llaç vlen më shumë se 1 kilogram trum, aso kohë, nuk e di se sa është sot. Okej, Flavia. Guri gjatë. Përmbi grupnesh të selitës, ka një gur vegan. Met, lëviz e dashuron. A je gëlqërora njerëzor, ti gjoni hatashëm me jetë shkëmbi. Si nuk të ndanë zambakët, as prill, as vjetor. Si së të përshiti vetëtima, bubullima si së të shembi. Të kam parë të shumë fishuar në përselim, burë për shtëpi të thaje etjen arabe naturisht. Gjonat e varur nga dheu i vetë dhe Perëndit, ndoshta i pakzoj vetë Zoti Krisht. Selita që selia me rënd në gurin plak, jo seli partije, seli për skifter. Në ty morën cak dhe kuran në bajrak, gjonat e kthjellët, si syri i qiellit në verë. Me tejan që vjen sërish në teja vjen nga Selita. Nga shtëpia e Gjikolave, Gjokvec. Për tatën gjinë, midis vallit kishte një lule të bardhë, kau i kuq i tatës gjinë. Sa herë shkoj në katun ndjej madh, kau stërnit më dhënë mendim. Jam birë fshatar, s'kam turp të them. Prej ardhjen time malsore, qyteti ku jetoj më pëlqen. Kur do herë më pak se 3 lulebore. Kam gjitur katin e epërm të kullës e i ferë në Stamboll, minaren më të natë. Po më ka munguar manushaqja në Gathel dhe festa e Bletës për mjanë. Më ka munguar a i stërnip i kaut lull, njëra nga fije që më lidh me tatën gjinë. Më ka munguar rënja e gurit që do të se shkur, epoka që shkoj dhe ajo që prit. Stërnipi lurak shkruan hollit e veta, si vargje të lira pa pike presje. Po të harroj vargje ugare djepa, s'kam kujt t'i falem, as kujt t'i kërkoj ndjes. Kthejm nga Parisi me një tjetër frymëzim, dhe kryet mbështes në brazdën në shkrep, mos dëgjoj fërmarrjen e tatës gjinë, prej tokës që merr, e s'na jep. Mirë, do kemi një vajzë nga Ropiku, do ta ndjes një atmosferë përmes një këngë që ka kënduar Vaqezela, në nëmboj do pres Gëshetit. Ida për Lala. Shoqe, po më
them diçka parë. Në Louvre të Parisit është muzeu i cili mbledh simbolet e kombeve. Dhe dini me çfarë populli shqiptar, kombi shqiptar është i përfaqësuar me plisin. Ju keni parë për shembull kosovar që vinë, sidomos kosovar, që vinë në kuaj, në këmbë, kanë gjetë gjitha mënyrat për të shkuar në mënyrën alla Isa Boletini në Vlorë, pikërisht vjen një këngë nga një prej këngëtarëve të epikës së Mirditës, nga më të mrekullueshme dhe nga më të mirë shqiptarë. Vjen Mrik Trumshi, Plis në Louvre. Kur ishim para 2-3 ditësh, malësia e Tuzit, dhe malësia e Plavës dhe e Kucis, malësia e Det Gjon Lulit, kemi parasysh deqishin e papshëm ku është ngritur dhe shpalosur flamuri kombëtar, di këtë gjë që tha
kjo tokë këtu, e Tuzit, e Malësisë, që duan ka shumë shqiptarinë dhe që vuajnë për lirinë e sakta, të drejta, që u afrohen çdo populli në këtë botë madhe, këngë më frymëzuese se këtë ne nuk kemi ndjekur këtu, por u kujtua Mrika e vitit 1982 në stadiumin në 82-shin në stadiumin e Podgoricës këndohej Mit Sokoli. Duhet ma kujtoje shumë pak Mrika kur këndohej kënga Mit Sokolit nga Mrik Trumshi. Ishte një knajsi që edhe kur kujtoj sot dhe më të emocionohem jashtë në atë kohë shfaqet të bëni për stadiume, sepse kishte tërmeti qishëm një asaj kohë, por emocionet e shqiptarëve kanë qenë të jashtëzakonshme. Në mes të sallës janë arrestuar njerëz nga forcat e policisë jugoslave vetëm sepse do të kthej Xhamadani Mit Sokolit. Ishte më vërtet, edhe unë ndjesha edhe mirë, ndjesha edhe jashtë në pozitë të vështirë, domethënë. Ka qenë koncert i jashtëzakonshëm, përderisa sot 30 vite, edhe ajo vazhdon të mbet në kujtesën e tuzianëve, në kujtesën e malit të zi. Edhe sa po unë dola në skenë ato menjëherë kujtuan që kjo është ajo që janë Mit Sokoli. Mit Sokoli është fiksu ke emblema ime. Të tjerat pastaj bukura janë, po ajo ngjelet e veçanta e këngët mia që unë i falem Gjokës me Faleminderit Mrika, faleminderit shumë. Mirë, të përcjell nga grupi i burrave të Mirtitës, nga ansambli Mirtita, kanë çuar pesh zemrat e shqiptarëve, zemrat e kosovarëve pikërisht në atë moment kur ishin në fundrën e serbëve. Në një farë mënyre, këngët e Gjokesit kanë qenë flakadani i lirisë që asokohet. Është kjo arsyeja që duhet përmendur edhe një herë, ta përmend edhe një herë, gjën më me mend që ka bërë Këshilli i Bashkisë së Rubikut për ta nderuar zotin Gjokbeci, qytetar nderit Rubikut. Ktoj në këtë moment zotin Gjokbeci, i cili nuk do të flasë në këtë moment se do ta nxjerrë një vend tjetër për më thënë diçka, e Këshillit të Bashkisë Flora Jushi. Vendosi t'i jap qytetar nderit zotit Gjok Gjilbeci me motivacionin për ndihmës të çmuar në lartësimin e traditave më të mira të kulturës, artit, këngës mirëditore dhe asaj mbar shqiptare. Faleminderit. I dorëzon nderin i qytetit kryetari i bashkisë zoti Gjok Buka me një fotografi vllazëror me poetin e madh të adresës shqiptare Gjokbeci. Veçë të bëj një parantezë. Ta dini të gjithë. Unë plakësh të ndodhë dhe ajo që ndodhë mua, që jesën me këtë dalë me vëtësi që në shonë. Duhet t'i uroj nga zemra ime. Rini të përjetshme. Falënderoj në mënyrë të përzemërt, duke i shprehur mirënjohjen e thellë kryetarit të Bashkisë së Rubikut, zotë Gjok, kryetares së Këshillit të Bashkisë, gjithë antarëve dhe antarëve të Këshillit, për një fletë. Gjatë viteve që kam qenë e kam punuar këtu, kam qenë vetëm me ju. Ndërsa më vonë,
kam lëvizur në përgjithë Shqipërinë, që nga Saranda e deri në Tropoj. Kam parë gjithë qytetet. Kam lëvizur nga Prishtina e deri në Shkup. Kam parë gjithë qytetet e Kosovës. Gjithë qytetet e asaj Maqedonie shqiptare. Kam qenë në Janinën Qamërinë. Kam parë kudo shqiptar të mirë. Dhe i dua të gjithë shqiptarët. Por si banor të Rubikut nuk do parë. Të nderuar bashkëqytetarë, të nderuar miq të ardhur, deputet, zotën prefekt, është në nderin tonë që sonte prezent në këtë sallë entuziaste kemi poetin e madh Gjok Beci. Këshilli i Bashkisë Rubikut dhe Bashkia Rubikut e kanë nderin e tyre që e kanë propozuar dhe e kanë dekoruar me titullin qytetar nderit Rubikut. Unë do të them vetëm dy fjalë, shkurt. Gjok Beci i ka bën nder Rubikut, i ka bën nder Mirditës, i ka bën nder Shqipërisë me emocionet që i ka dhënë popullit shqiptar me poezitë dhe këngët e tij. Nuk do të kishte shqiptar kudo ku janë hapësirat shqipfolse që nuk do të dëshironte që fjalët e bukura të fjalorit shqipës të mund të kombinonte në mënyrë të tillë që të prodhonin emocionet që kanë prodhuar këngët dhe poezitë e Gjok Becit. Ju faleminderit zotë Gjok, ju faleminderit gjithë dhe për pjesëmarrjen. Mirë, ju falenderoj, duke ullur të vendi ku ishit, me nga dalë Gjokën, me që Gjoka më bëha si kur i qënë e thashë. Ty deputetet të nderuar, falenderoj zënës prefektin, një herë nuk është e tepër po ta them prapë. Ju falenderoj gjithë ju, edhe ata që nuk janë nga Rubiku, edhe ata zotërit nderuar. Falenderoj Gjokë. Tani, do kemi një balle që vjen nga grupi i përgatitur nga Fran Gjergji. Urime. Para 11 vitesh, në gazetë Mirdita, poeti Gjok Beci i kam bërë një pyetje. Buz valmorit kush ka dalë, kurinë e ka parë. Dhe i them kështu, vërtet rrëza saj kurore të mrekullueshme, malesh, selitës, ndodhet fshati i Zajs, çu kujton ky fshat në prehër të këtyre mrekullive? Vazhdimisht kur dua të rikujtoj fëmijërinë e Gjok Becit, po për të kujtuar fëmijërinë e gjithkujt ka një muzë krijuese, po çdo njeriu që e do, sa të pak mendimin e tij, gjithmonë mendja më shkon te kjo përgjigje mrekullueshme. Dua ta dëgjoni këtë përgjigje të Gjokës. Do guxoja t'i merrja leje shpirtit madhërishëm të Srembës për të thënë, Zajsi që prava maleve më kujton se unë i huaj s'jam të ajdhe. Sa do larg të kem qenë, kam besuar se marr frym nga qielli i atij fshati, nga nën qiella një shtati e vjetër gjysmë të shembur, por asnjëherë të harruar. Sa do shumë të kem parë, nuk besoj të ke qenë kur më bukur se mëngjese që shkrepin mbi buzën e valmorit dhe se muzjet që fanitën mbi buzën prej burrëve të trangës apo asaj të burit rrumullak. Sa të shumë kam dëgjuar, rrallë kanë qenë aq të magjishme sa tregimet e pleqjve të fshatit tim, të cilat edhe tash më ngjajnë, herë shakespeariane, herë homerike dhe herë si apologji të Sokratëve të bjeshkëve të mi. Fëmijëria ime është kasaruar me një lumë që thërritet urar. Trofët e këtij lumi prej qartësisë së rrjedhës të cilit njeriu mund të njohë kuptimin e vërtetë të fjalës transparencë, më janë dukur aso kohë peka si im. Unë rendja t'jesi ato më rëshqisin si motive që kam humbur në jetën e bukur të gjatë që po vazhdoj. Më kujtohen e nuk më harrohen loket zajsiane për bujarinë e tyre mahnice, për parësinë e teshave që vishin, për atë të përhershmin kuvendim me zë t'ulët. Më kujtohen duar që kam ndjekur kur lexoja me pish haptullave, deri vonë letër, bashkëmoshatarët prej cilëve mirisht kanë ndruar jetë. Mbi të gjitha më kujtohet ikja ime e madhe. Ndjeri i babait më ka lënë shumë të vogël e më është dashur të praktis prerjen e atyre mrekullive, edhe pse ende nuk e di mirë përse.
gjithë ju, edhe për në një nga funi që nuk duron dot pa dëgjuar këtë fjalë, që t'ju përcjell një këngë dashurie, dëmshurie dhe shumë të bukur, meditative për nënën. Kënga e nënës, Nduje Picaku.
në hapjen e muajit nëntor, mirëdita në 100 vjetor, kishim një aktivitet me katedralen, me dioqezën. Dhe janë disa aktivitete që kanë një mishërim të veçantë artistik. Do me thënë, kultivojnë edhe dëgjuesin, e kultivojnë pak filament për muzikën klasike e meravë. Dhe e kanë ndjekur me shumë këshri rësheni muzikën klasike të barit italianes, një nga filharmonitë më të mira italiane. Dhe ishin shumë të kënaqur për qytetarën e kultivuar. Në këtë sens është ndërtuar dhe kjo platformë e sotit. Atëherë, më mbetet, unë besoj se cili prej jush e ka dëgjuar një këngë të mrekullueshme që vjen me tekst të Gjok Becit, por që sonte do të vijë si recitim. Një zambak i bardh mbi gur. Larg në bjeshkët e mirëditës, rënjët ka një gur i kuq. Këtu thonë fjalët e legjendës, u ndez rrep lufta me turq. Shkuan shekuj, shkuan vite, mbi llogore rriten mur. Ndaj lulzon e kur nuk vyshket, një zambak i bardh në gur. O zambak i bukuro, pse po qep petale, do të fladisun trim ato, rën në këto male. O zambak i gurit, pse shen në bjeshknaja, kujtoj partizanët o shqipe mbi këto maja. Për mbi kreshtat e mirëdites, lule rrit, profet i pret, që ku lindi biri shqipes, guri kuq ka mbetur djep. Shkojnë shekuj, shkojnë vite, ne një gjë se harrojmë kur, se lulzon e kur nuk vyshket, një zambak i bardh në gur. Do doja pak një fjalë tani të poetit, studiusit, shkrimtarit, nga më të mirët e mirëditës dhe Rubikun, Bashkinë e Rubikut, qytetarët e Rubikut, Këshillin e Bashkisë Rubikut, për këtë nderë shumë veçantë që nderon Zotin Gjok Beci me titullin qytetar nderi. Nuk është i rastishëm adresimi i nderimit tim për Rubikun, por se Gjok Beci prej këtu e mori lartësimin e tij. Gjok Beci, për ata që janë më tri, është një poet i rezistencës shqiptare, sepse është poeti, model, i cili u ngrit nga provinca në metropolin e këngës shqiptare, por u ngrit dhe nga rrëzimi më i rënd politik i kohës, po kështu në majat e këngës. Prandaj është shumë i merituar ky nderim dhe unë ju falenderoj edhe një herë gjithë dhe ju, nderime i dashur Gjok Beci dhe urime. Falenderoj zotin tjetër, dhe tani vjen një nga këngët perë të kolës, rrjedh të Gjok Becit, rrjedh në këngë e ligjërime. E këndon Arinda Gjoni.
se e kom pas drejtor digur. Ju përshëndet gjithë pjesëmarrësit, deputetët, gjithë në radhë, gjithashtu edhe atë që ka sponsorizuar për këtë valle, për nga Çaxhi, ka dhënë 50 bilet. Do të vijë tani një nga këngët shumë të bukura që i kushtohet dhe pavarësisë së Kosovës, por dhe ditës së mbarë të shqiptarëve. Një ditë që e kemi arritur pas shumë sakrificash, pas 100 vite që t'jenë me radhë, vjen sërish me Mrik Trumçin, një nga këngët më brillante të saj dhe me një tekst vërtet të jashtëzakonshëm të Gjok Beci. Para se ta mbyllim me këtë këngë, do të falenderoj fort të gjithë publikun, do të falenderoj Këshillin e Bashkisë Rubik, pa dallime ngjyrash politike që kanë arritur për të ndërkuar së bashku për të nderuar jo thjesht Gjok Becin, por veten e tyre, qytetin e Rubikut, Mirditën dhe vetë Shqipërinë. Të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, studiuesit në radhë, deputetët dhe nënprefektin dhe gjithë të tjerë, dhe sidomos edhe këngëtar e vjetër që kanë qenë mes tyre shoh Gjysë Cekën, ta respektoj fort Gjysën për gjithë çfarë bukur i ka sjellë Ansari Mirdita. Të falenderoj dhe qendrën kulturore Bakdoçi këtu, Anton Currin që na ka punuar, na ka sjellë Gjokën mrekullisht të ri, na ka sjellë këtu dhe me gjithë skenografinë që është bërë këtu, dhe Alex Noj që ka punuar me Slider dhe të gjithë ekipin realizues të këtij aktiviteti shumë të bukur. Gëzuar që vjetorë po Gjoka dhe në batetin nga Mrik Trumçi, grupi dhe grupi Fëmijës Bashkë. Për veprën poetike të poetit Gjok Beci, por i gjatë me siguri. Këngëtarët më të mëdhenj të muzikës lehtë dhe popullore shqiptare kanë vrapuar dhe i kanë rrëmbyer vargjet e poetit Gjok Beci dhe i kanë përjetësuar në këngë. Duke filluar që nga Baço Zela, Gaço Qako, Ema Qazimi, Arif Vladi, Ilir Shaqiri, Sabri Fezulaj, e tjerë që s'po më kujtohen. Edhe i gjaja jam i saktë që e di që vepra poetike e Gjok Becit nuk ngelet e Gjok Becit, ajo është një pasuri, një pasuri që i ngelet të kombit. Prandaj poeti Gjok Beci është nderuar dhe me shpimin e madh nderi mjesht i madh i punës, por ky shpim i sotëm ishte pak si i veçantë se vjen nga vendlinja, vjen këtu nga Rubiku ku e ka nis jetën artistike Gjoka. Edhe Gjoka vetë ka thënë që guri rënd në trojet vetën. S'mikele që tjetër vetëm t'i uroj jetë të gjatë, jetë të lumtur, aktive dhe krijuese. Në rast për të shpallur qytetarët Leri, zotin Gjok Buka, kryetari i bashkisë i uroj suksese, punë të mirë dhe bashkërisht tani fitore ashtu siç e meritojnë. Urimin e drejtë e kam prini veçantë, ndoshta jo imi personal për deputetin, pavarësisht se ne do të kishim edhe deputet të tjerë, sepse kërkesën edhe ftesën jo kemi bërë gjithë, për arsye obligimesh 100 vjetori, nuk ishin të mundur të merrin pjesë, deputet, suksese dhe punime të mira në këtë vend. Urimi i katërt është për të gjithë të ftuarit, për familjet e tyre, për urimet më të mëdha dhe i fundit e special është për gjithë shqiptarët, mbase mund të them tamam qershia mbitor, i falenderoj nga zemra për gjithë pushtetjen që na japin dhe bashkëpunimin serioz që kemi. Gëzuar edhe i gëzuar 100 vjetorë. Të deputetët e këtu janë Rreth dhe Florët, rilindje në Partinë Socialiste. Për pjesën e Këshillit, mësuar gjithë. Verë dhe krenari të përullem para të madhit Gjok Beci. E për 4 varë që ka, e jo si Gjokës po, hajt ma.
e përgëzoj bashkinë për këtë zemër të gjanë Sadeti, që sot në mjedisin tonë është i madhi Gjok Beci. Jetë të gjatë sa malet tona, të thurë të zemra varqe, ashtë të mira sa i ke botë dërim sot. Jetë të gjatë Gjok Beci. Zotë Gjok Beci, jetë gjatë të gjundur, sa më gjatë, sepse një poet i tillë nuk do të dhe si kore. E përshdes nga zemra, unë kam pas drejtor shtëpi e kulturës, kam qenë koreograf, amator. Ju përshëndes gjithë deputetin, gjithë kryetarin e bashkisë, Gjergj Morgun, Aleksin, Nuqekin, Adrianin, përshëndes edhe kolegët e mi antarë të Këshillit, edhe të ftuarit tjerë. Përshëndetje gjithë, urime Gjok Beci. Zoti Fran Mashi, në kryetari i Këshillit Bashkiak, përfaqësuesi i Partisë Republikane në Këshillin Bashkiak. Raport u përshëndes të gjithë. Unë kisha përgatitur për të bënë një përshëndetje për Gjok Becin. U shkurtoi programi edhe titulova tash, por unë jam i titulluar të lexoj përshëndetjen që ne Partisë Republikane të Republikut. I nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar këshilltarë, i nderuar zoti deputet, të nderuar pjesëmarrës, miq të kësuar në takim, të shpallë qytetarëri, mikun tonë të përbashkët. Mikun tonë të përbashkët, model i shqiptarit të madh. Themeluesi të Partisë Republikane në ditë, zoti Gjok Beci. Jam shumë i lumtur dhe krenar që në emër të Partisë Republikane të Republikut, t'ju përshëndes dhe t'ju misari. Jam i bindur se duke dhënë titull qytetar nderi i Bashkisë Republikut, ne nuk kemi bërë asnjë tjetër, veç se kemi nderuar vendin tonë, kemi nderuar edhe respektuar vlerat më pozitive të venditësve tanë që me betën e tyre kanë hyrë tashmë në altarin e kompit, kanë mbajtur dhe përgjithë vlerat më pozitive të atyre njerëzve që me mendin e tyre të hollë përmes shpërës së tyre japi shtisa të mëdha shoqërisë përpara drejt demokracisë. Unë jam i lumtur që propozova dhe votova zotin Gjok Beci për qytetar nderi. I uroj shëndet dhe familjes së tij jetë të lumtur. I uroj të gjithë ju, gëzuar i shqipit tonë e pavarësisë, suksese dhe mbarësi në familjet e gjithë secilit. Barazimi sa im di nesër por do me ru Gjok Beci, një jetë më të lumtur, në shkrim, në familje dhe në dashuri që do të t'ja e do të marrë nga njerëzit, që është një vlerë e madhe, jo për mirëditën, por për gjithë kombin tonë shqiptar. Dy gjatitet që organizuar sot dhe për shpalljen qytetarëri Gjok Beci. Unë, në 2007 në Pallat Kongreseve ku mirëdita dhënë të Zambak, kam propozuar që Shtëpisë Kulturës Mirëditë t'i vej emri Gjok Beci. Një gjë që akoma nuk u bëj mundur nga drejtuesit e njësisë vendore e pushtetit qendror atje, mirë në Rrëshën. Por, ju hap besën e fjalën që në emër partisë ku unë ateroj, në emër të forumit tim, që sot i vit me rilindje shqiptare një rrugë në Mirëditë do t'ja vejmë emrin Gjok Beci. Faleminderit dhe urinë. Profesorin Gjergj Margu, por edhe rruga, edhe emri kanë vlerën e saj. Se ne shqiptarë jemi mësuar të aderojmë dhe të falenderojmë të huj. Nuk ka rrugë në Tiranë që nuk ka një emër amerikani, kushdo ke qanaj. Dhe nuk ka rrugë në Tiranë që s'ka emër tropojani. E pse mos kemi një rrugë me emrin Gjok Beci? Kjo për mua është vlera e artit, vlera e kombit shqiptar. Në mikrofonin për t'ju thënë një shaka e një të vërtet. Unë e kam zakon që por nuk thash një shaka, nuk të them një të vërtet. Duhet të them një shaka për gjysë. Mbaj mend që gjysja e respektuar dhe shumë e nderuar, shumë e dashur për
ne që kemi të gjuar dhe kemi jetuar me këngën e saj, këndonte këngën e dini pani me një atë këngën që këndonte Gjysë, Mollë e Kuqe, edhe ndjes pas ka qenë frënëmor i gjallë, edhe më thoshte motër dhe orgjokë, kjo që këndon Mollë e Kuqe, sa ko mund t'jetë e Kuqe këtu Gjysë? Unë sot mësova që ajo është e Kuqe. Se ajo thot I kam çu fëmijët në universitet, kanë marrë universitetin, dhe është jashtë zakonisht e lumtur, dhe është e Kuqe në zemër në shpirt në gjak. Dhe të përshëndes e të uroj Gjysë. Së dyti, vitet të të kalojnë. U shumë këtu një propozim për një rrugë. Tani unë po I them mikut që foli që bëri propozimin, me gjithë adhurimin dhe dashurinë time për ju të gjithë jeni këtu, dhe për atë, sigurisht, dhe për kujdesin që ka treguar për këtë lloj iniciative, unë po I them që rrugën time unë e kam marrë. Unë jo në Tiranë të jem, po në fund të dhe jo të jem, rruga ime është ati ku jam e deri në Rubik. Ati ku jam e deri në Njërdit. Gjithë erdhe. Letë mos në shkruaj për kush rrugën, unë rrugën time e kam zgjedhur. Rros Shqipëria.
lumshin kam. E të lumë shpirti. Frani ma bëj sekuencë me gjumë. Rubikut të lidhën me i valë drejt. Nuk mlon. Nuk mlon. Nuk kanë hek. Po ka unë. E kanë Divizja qytetare. Poeti Atleu. Divizja qytetare. Poeti Atleu. Kajta Atleu to. Fillon përjashtimi, është gjë më Gjoqo. Në durime jetë gjoqo. Edhe për të mirë. Gjithë janë ata Jeni një fushë me mina, sepse nëse nuk e ke vëmendjen, nuk ke mendimin e kthjellët, mundet që edhe të mos ta vlerësosh se ta shosh muhabetin aty ku është për çfarë. Krijimtaria e Gjokbecit është në tonë shumë lartë. Krijimtaria e Gjokbecit është në mendimet dhe në fjalët më të larta. Dhe Gjokbeci ndërsa pinte kafe me ne, ai ku vendonte me patriot, ku vendonte me trima, ku vendonte me çamu, ku vendonte me gjithë ata me kosovarët të cilët ishin në rrjedhën e historisë, në përpjekjet më të mëdha dhe më të përgjithshme. Kjo lloj jete nuk është as pak e lehtë dhe Gjokbeci krahas perimetrit të zeta dhe fatkeqësive që ka pasur të vazhdueshme, që uroj të ketë vetëm të mira tani, ai ka pasur të lloj përgjegjësie maksimale nga pikpamja kombëtare, nga pikpamja artistike dhe tjetër. Gjokbeci si artist. Gjokbeci vjen pas Gjergj i cili është maja e letërsisë shqiptare, është autori i parë që është kontribut në letërsinë europiane, një autor i drejt për drejt shqiptar. E pika e Gjergj ishte në të gjitha vatat shqiptare edhe në kohën kur ai ishte ndaluar si person dhe si krijimtar. Gjokbeci e solli krijimtarin jo si një përqasje e fishtës, por si një zë me autoritet, me një pikë jashtëzakonisht brillante, me një inovacion të kësaj krijimtarie. Ku është inovacioni i Gjokbecit, sepse në shpeshherë flasim, por nuk i argumentojmë gjë. Unë kam dëshirë që aty ku ta themi fjalën, ta ketë dhe mbështetjen dhe argumentin estetik. Nëse krijimtaria veriore e Shqipërisë e kishte aty tek Kura, u taku dy burra, u vranë, nxorën koburet e tjera, pra ishte ngjarje e treguar në mënyrë të drejtë për drejtë, Gjokbeci vjen me jo në mënyrë rrjedh. Por Gjokbeci hyn në thellësi të çështjeve, hyn në thellësi të gjithë trajtimeve të veta, edhe vazhdon ta sjell me mite të reja, vazhdon ta sjell me figura të reja, dhe këtu është ajo dashuria e madhe që kanë njerëzit për Gjokbecin. Jo se Gjokbeci është një djalë bukurosh, jo se Gjokbeci si thosh ka diçka, por ka këtë shpirt dhe ka këtë meritë të madhe në krijimtarinë shqiptare. Tani si bukurosh Gjoka nuk është dakord me thënë që nuk është një djalë bukurosh, unë sot kam marrë një fjalë në mënyrë mjaft kështu, sepse doja të isha pjesë e këtij gëzimi dhe doja edhe për nderimin e Rubikut. Përse e vlerësoj unë problemin që ju në Gjokbeci sot u bë qytetar në erën e Rubikut. U vlerësoj edhe parë sepse Gjoka meriton me krijimtarinë e tij, me kontributin e tij dhe gjithçka që është e lidhur me Gjokbecin është në Rubikut. Por e vërteta më e madhe e kësaj është sepse në kuadrin e 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë, Rubiku sjell një figurë e cila është emblem e kulturës shqiptare, është një poet nga më brillantët, nga më të në zë, dhe kthimi i vështrimit nga njerëzit e kulturës, nga poetët dhe nga njerëzit e dijes dhe të artit, është një domethënie mjaft e madhe dhe është shumë domethënëse për gjithë drejtuesit që sot drejtojnë dhe menaxhojnë kulturën, ekonominë, jetën e Rubikut, dhe unë me gjithë zemër ju uroj për këtë dhe ju uroj arritje gjithnjë më të mëdha. Së dyti, Gjokbeci është themeluesi i këngës popullore qytetare mirëditore, dhe kjo këngë qytetare popullore e mirëditës nuk është as me lajme nullet, as me
huazimet e qyteteve tjera që ishin me traditë shqiptare, por ky bashkë me Mark Gjokën, me Dot Prelin, bashkë me Andon Gjokën, kanë qenë tërheqja e famshme me shefin Gjok Becin, i cili jo vetëm u i dhe u, por sot është e njohur në gjithë Shqipërinë dhe këto këngë, si thosh, janë ai ngjitja e këngës shqiptare dhe qyteti përmban shoqëri, qyteti përmban art, qyteti përmban shpirt, qyteti përmban tolerancë, qyteti përmban edhe mëkate i çik më të vogla njerëzore të cilat janë gjithsesi të faqe. Ju falenderoj shumë që më dëgjoni, ju uroj me gjithë zemër dhe unë ju falenderoj si artist që ju vlerësoni artin dhe bravo qoftë dhe jeni jetë gjatë dhe të nderuar për shumë vite. Gjok Beci është qytetar nderi i çdo qyteti ku folet e shkruhet shqip. Qyteti Rubikut ka pas privilegjin që ashtu i duhet edhe titull, por ky ka qenë qytetar e Rubikut dhe gjithë qytetet e tjera pa ja dhënë titull. Ne i kujtojmë me atë titull dhe kaq shqipi pa. Ka është pjesa jonë, nuk ka pësëve në atë për ne është i ti që ka arrit në mira e miliona kombinacionet fjallë shqipe të gjenje ato që të ne e peshë zemët e shqiptare ku do që i kanë një gjuhë tekset e kje të kamë dhe të poezive. Gëzuar dhe i herë në zëtë. Ruja dhe në punën ruj, ju shof puna mbarë, jeta mbarë, filozofi kënë 100 vjetorë të rritë me jetë qatësi nga në juj dhe me lumëturi nga në juj, e fire të uj, e familjeve të uj, edhe fshatit afer, edhe fshatit largë. Kënë që ka pas këshilli bashkët që nërej Gjok Beci, nërej vetën e vetë. Rubiku është qyteti i pari i mjetit, ka të qyshën në Italijës. Të dhe shkata, ta banorë, të në të pëllë, kanë përdo bakin që është shkërë që vete. Unë Gjok Becin e kam parë gjithë e mundimin një kanë tjetë, jo të poezia. Gjok Beci ka një thjeshtësi qytetare të jashtëzakonshme. Ky është principi bazë që mua më ka befasua. Gjok është i thjeshtësia. Gjok është qytetari më mirë i botës. Më marri menë, a i sot është shumë i madhës dhe potet. Një Mark Marku, shumë dhe rruga. Unë shkërë të akoj e Gjok Becin në rëshen arkeologikën, a i vitën në kamë, ishte nga 7-8, nga Bohmina, me ftetore, në Sarjeshka, vitën kënë i pari, që rria atje. Jere zoja në pasaj, shkote ke Gjoka, ke dojnë kështë punë, ky rritë shumë. Edhe së në plani militorë, se Gjoka kryoj për thamën vjetrare e muzika poseko, se muzika në folja për të, se vite ke dike kjo në thashë, e zorova se kjo është i dyti pas të të është Gjoka për mua është kryoj filanisi dhe kryoj shtratin e një rësi militore, një kamës, e një poezi militore, e një rësi e të kultivuar militore. Ju falenderoj ajo për ftesën, për që unë shoqërova mikun tim Gjok Beci. Në radhë parë falenderoj të gjithë që nga kryetarët dhe gjithë Këshillit Bashkiak për kulturën që keni treguar duke nderuar Gjok Beci. Unë mendoj se patriotizmi fillon nga vete, nga shtëpia. Nuk ka patriot që nuk dënë nanën dhe babën, dhe s'ka patriot që nuk dënë poetët e vetë. Dhe fillimin e kemi të mbarë. Gjok Beci është një pallat i madh, ja thëmë shpesh të përshënda me vetë, që në gjithë është për shkallësh vinë gati duke të ushtuar. Prandaj unë uroj, gjitha fjalët e mira i meriton, unë nuk fola vetëm që mos të ushtoj, edhe të mërzis, edhe që mi thatë gjitha, s'kisha që më thamë, që të thosha gjëra më të mira se mi këtë thamë. Ndërsa, ajo që më bënë për shtypje, në është pa desh të lëndoj kanë, Gjoka është shumë i malë, po guri i Gjok ishte shumë i vogël. Nuk e di pse nuk ja dhani titull Gjokës.
Ju uroj gjithë të mirat e në radhë të parë për konsensusin. Se ju na keni treguar që punoni mirë, por edhe i tregu Gjokës se një njeri që ka konsensus sot është shumë i larmishëm. Faleminderit. I vëndre, sa e kam folë kam të në për një shaka. Nuk e kam bërë me qëllimin e keqë. E kam bërë me qëllimin që mos flisnin më shumë për mua. Bëjmë shaka e qeshim me njëri tjetrin, sepse do të ndodhe puna ati skeqit të tjerit. Çfarë do lloj pune të mirë që ta bëj, është modest. Unë mbaj mend metalurgun. Unë mbaj mend të merrin e metalurgëve në lavën e Bahrin, futeshin atje, përvloheshin. Edhe kur i thoshim ne atje ke shkallë, i pritim atje, i thoshim, por po, au dojnë? Ja, nuk dojnë. Nuk o dojnë. Më kam frikë më zotikën e shokë imi, po jo. Shokëm një sens modestie e jashtëzakonshme. Ju lutem, sidomos të rinjve, mos sa harrojmë këtë modesti tradicionale që ka militori. Unë ju falenderoj me gjithë shpirt për të 20-ën herë, për 40-ën herë, për 400-ën herë, për 4000-ën herë, sa t'jem gjallë. Ju falenderoj. Një shaka, sepse na hoqi vetë trupin Gjokbeci. Unë fakt kam punu shumë gjithë me klubin artistik Gjokbeci. Por nuk kam qenë vetëm se kam qenë me kokat e me licë dhe unë ishëm maj vogli se ishëm maj vogli në moshë. Pa më që një instrumentistë mirë dhe se i pranë më kanë marrë. Në një moment, ne do visheshim për të fut në skemë, sepse shkoshim në rrobat e kooperatives dhe atje na jepshin rrobat. Dhe Gjokbeci rritin mes dy dhoma, mes dy dyrve, dhe ne shkuam për të ndrua aty. Jo, thak, ne nuk da kaloni sa ne në reklat. Jetë që atë Gjokbeci. Kush ta thot unë? Kush ta thot? Arustin. Demokraci. Tani, të fjalë. Po gjuna mi teatr. Ha, bjerë. Ku do filmoj? Tani, ma ti kujdes për pranë. Po shani bardhë për kol. Po na. Jo mas ka sagër. Gjokbeci turoj gjithë mirë. Jetë gjallë. Tjetër gjënë në mështuar së më ta. Edhe realizuar gjithë. Duar 100 vjetorë. 100 vjetorë në rrogë, falë. Se e ma e bukra. I dorë se unë Ne rëzë këllohë. Atëherë, Gjokbeci, një shërë në rubik, të jetë gjatë. Jam shumë i lumtur si antar i Këshillit Bashkiak, si pjesë e këtij grupi që ne i propozuam dhe mirëtojmë ju si antar ndër rubikut. Unë jam akoma më lumtur që ne po flasim me një person që është në pranin, është me ne, është bashkë me ne, jeni ju pra, sepse të tilla ka pasur elemente me figura që normalisht nuk jetojnë. Unë jam akoma i lumtur që përshëndetem bashkë. Jetë gjatë e njëndër. Atëherë, përfitoj nga rasti, me qenë se jemi delë për këtë këzim, se kjo është një këzim. Gjokbeci nuk është se mori në merit veçantë tek ne, a i ka marrë meritët me veprën e tij, që ka bërë në video dhe ajo vepër flet më shumë se çdo gjë, por dëshiroj t'ju uroj jetë të gjatë, lumturi, shëndet dhe suksese të teshme në krijimtarinë e tij. Vuar besa. Mos e mas është një burzon. Ne çuke pikur. Akoma bashkisë kjo. Ata bëjmë gjithë Këshilli Bashkiak fotografi. Hajde na bëjmë gjithë.
kalon ky shekull, flet me ditët tona, Dom Nikol Kaçorin, nuk e lind më nona, e për kundi lura, e rriti guximi, ku vendar burnie, e boni krishtërimi. Udhës për në vlor, malsi e milotit, e për qel mirë dita, dashuria e Zotit, prej tan shqiptarie, takoj burra dhe u, thuaj se kish zgjedhun me dorë Skënderbeu. O flamur lavdije, për qelun nga mali, firm të dy të kishte Ismail Qemali, non kryetar me vot, të zgjodhi pavarësia, Dom Nikol Kaçori, Dom Nikol Shqipëria. Po zgjohej liria, anë mban kësaj toke, pa dallim besimesh, jehoj fjalla jote, sot në qoftë për nesër, të bajnë hov shqiptaret, a dhe u të shliret, e komi të mos varet. Po këndon bilbili, për mbili se gur, prisit pavarësia, nuk i harron kur, si zboletinin, me trimat e ti, Dom Nikol Kaçorin, kemi krenari. O flamur lavdije, për qelun nga mali, firm të dy të kishte Ismail Qemali, non kryetar me vot, të zgjodhi pavarësia, Dom Nikol Kaçori, Dom Nikol Shqipëria. O flamur lavdije, për qelun nga mali, firm të dy të kishte Ismail Qemali, non kryetar me vot, të zgjodhi pavarësia, Dom Nikol Kaçori, Dom Nikol Shqipëria. Non kryetar me vot, të zgjodhi pavarësia, Dom Nikol Kaçori, oh hey, Dom Nikol Shqipëria.